In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131. Mark Carney nga Partia Liberale e Kanadas u zgjodh me shumicë votash kryeministri i ri i vendit të dielën, teksa ish guvernatori i Bankës Kanadeze paralajmëroi për ditë të errëta të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara nën presidencën e Donald Trump. Carney menjëherë mori një qëndrim kundër presidentit amerikan, të cilin e akuzoi se po sulmon punëtorët kanadez, familjet dhe bizneset. Nuk mund ta lem atë të ketë sukses, tha 59 vjeçari, i cili do të marrë detyrën në ditët në vijim nga udhëheqësi në largimin liberalëve Justin Trudeau. Ky fundit njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vjetësh në pushtet, pasi mbështetja e publikut për të, sipas sondazheve, ra ndjeshëm, duke detyruar Partinë Liberale që të zhvillojë garë partijake për ta zëvendësuar atë. Por Carney mund të mos qëndrojë për një kohë të gjatë në këtë detyrë. Kanadaja duhet të mbajë zgjedhjet drejt në tetor, por vendi mund të përballet me zgjedhje të parakoshme brenda javësh. Sipas sondazheve aktuale, konservatorët, që janë në opozit, konsiderohen favorit. Gjatë fjalimit të fitores para një turme mbështetësish të partisë në Ottawa, Carney paralajmëroi se SBA-ja nën presidencën e Trump po përpiqet të marrë kontrollin e Kanadas. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Amerikanët duan burimet tona, ujin ton, tokën ton, shtetin ton. Ditë e errëta të shkaktuara nga një shtet që ne nuk mund t'i besojmë më. Carney tha se është personi i duhur për të ringjallur besimin ndaj partisë dhe për të mbikëqyrur procesin e negociatave tregtare me Trump, i cili ka kërcënuar me tarifa shtesë që mund të dëmtojnë rënd ekonominë e Kanadas, e cila varet nga eksportet. Carney ka argumentuar se përvoja e tij e bën atë njeriu ideal që të përballet me Trump, duke paraqitur veten si një menaxher të krizave ekonomike që udhëhoqi Bankën e Kanadas gjatë krizës financiare në vitet 2008-2009 dhe Bankën e Anglisë gjatë razierave që pasuan votimin për daljen nga Bashkimi Evropian në vitin 2016, ndërkaq që gjatë fjalimit të lamtumirës para publikimit të rezultateve të garës partijake, Trudeau tha se kanadezët përballen me një sfidë ekzistenciale nga fqinji ynë.